Në Gostivar me një program solem dhe për plot emocione u përkujtua dita e mësuesit, një nga datat më të rëndësishme në historinë e arsimit dhe kulturës shqiptare. Aktiviteti filloi me interpretimin e himnit kombëtar, ndërsa më pas u rikujtua historiku dhe domethënia kësaj dite të shënuar për arsimin shqip. Me një dëshirë, një qëllim, të gjitha të duke betuar, të lidhim besën për shpëtim. Jemi mbledhur sonte këtu për të kujtuar fillimin me punë të shkollës së parë në gjuhën shqipe në Korçë, një herë për të festuar ashtu siç tani më ndër shqiptarët njihet si dita e mësuesit. Rilindja kombëtare shqiptare e gjysmës së dytë të shekullit të 19 bëri hapa të mëdha në ringjalljen dhe afirmimin e kombit shqiptar përmes mësuesve atletashës të kohës. Kjo shkollë, punën e saj e filloi me 35 nxënës dhe vetëm për 3 muaj numri i nxënësve u rrit në 60 e më vonë në vitin e dytë do të arrijë në 200. Para nxënësve, prindërve dhe atletarëve që morën pjesë në këtë ngjarje, të shënuar jo vetëm për Korçën, por edhe për mbar vendin, mbajti një fjalim mësuesi dhe drejtori i parë i kësaj shkolle, Pandeli Sotiri. Programi vijoi me interpretimin e korit të shkollës Ismail Qemali, të përgatitur nga arsimtari Elmedin Saliu, ku nxënësit interpretuan këngët Një tufë me lule dhe një këngë kushtuar nënës, duke krijuar një atmosferë të veçantë për të pranishmit. Sa ishte trimëria në atë kohë të vjetër, kishem Shqipëria, sa s'kish në një vend tjetër. Shumë e bardhë kjo ditë për gjithë shqiptarët, do na sjell një dritë
që se kishit të parët. Në këtë ceremoni solemne foli dhe drejtori i Qendrës për Kulturë Ismet Islami, i cili pasi përshëndetjes të pranishmit theksoi rëndësinë historike të shkollës së parë shqipe si një dritë shprese dhe zhvillimi për kombin. Sot ne përulemi me respekt para figurës së mësuesit, atij që me përkushtim, durim dhe sakrificë formon breza të tërë. Mësuesi nuk jep vetëm dije, ai formon karakter, edukon me vlera dhe mbjell dashurinë për atë vejun dhe kulturën. Gostivari ka pasur dhe ka mësues të nderuar, të cilët me punën e tyre kanë lënë gjurmë të pashlyeshme në jetën e shumë gjeneratave. Përmes këtij aktiviteti kulturor, dëshirojmë të shprehim mirënjohjen dhe falënderimin ton të sinqert për secilin prej jush. Qendra për Kulturë do të vazhdojë të jetë një hapësirë që promovon dijen, artin dhe vlerat tona kombëtare, duke bashkëpunuar ngushtë me institucionet arsimore. Ndërkaq, kryetari i komunës Valbon Limani në fjalën e tij theksoi se misioni i mësuesit në edukimin dhe formimin e brezave të ri mbetet i pazavendësueshëm pavarësisht sfidave dhe zhvillimeve të reja në epokën e inteligjencës artificiale. Pa ja zbehur vlerat bluzave të bardha, unë besoj se profesioni më i rëndësishëm në botë është ai i mësuesit, sepse prej mësuesve lind çdo profesion tjetër. Puna juaj është e heshtur, pa fishek zjarre, por për ditë ju ndërtoni të ardhme për qindra e mira fëmijë që nesër do të kenë në dorë shoqërinë dhe shtetin. Dua të ndalem në mënyrë të veçantë tek roli i mësuesit në edukimin e brezave. Tani është epoka e inteligjencës artificiale dhe sot informacioni është më i madh se kurrë, por për ironi të fatit sot globalisht ka më shumë vetmi, izolim, palumturi. Në këtë kohë, figura e mësuesit është esenciale, urgjente dhe më domosdoshme se kurrë. Sot njerëzimi ka nevojë të rivendos kontaktet njerëzore me njëri tjetrin, të mësoj të respektoj shokun dhe shoqen, të jetoj në komunitet, të toleroj dhe të punoj në grup. Dhe këto gjërat të cilat po i vrasin celularët për ditë, mund t'i shpëtojnë vetëm mësuesit. Të dashur mësues, prej ditës së parë që na merrni për dorë, ju bëheni pjesë e udhëtimit tonë. Dhe atëherë, kur dalim nga dyert e shkollës, ju marrim me vete për t'ju mbajtur gjithë jetën në zemër. Secili nga ju lë shenja të veçanta tek ne, shenja të përhershme, duke uruar mësuesit e mi të dashur e duke kujtuar me mirënjohje ata që nuk janë më, po e mbyll këtë fjalim duke ju thënë faleminderit mësues për gjithmonë. Në fjalën e tij, zëvendës ministri i Arsimit Driton Sulejmani u shpreh se kjo ditë përfaqëson një moment të reflektimi dhe mirënjohje për mësuesit, duke theksuar se fuqia dhe përparimi një kombi ndërtohen mbi themelet e arsimit dhe dijes. Mira mësues në çdo treg shqiptare kanë vazhduar ta mbajnë gjallë këtë mision fisnik. Ata nuk kanë qenë vetëm mësimdhënës, ata kanë qenë udhërrëfyes, frymëzues dhe ndërtues të së ardhmes. Sepse mësuesi nuk jep vetëm dije, mësuesi jep besim, jep kurajo, jep motivim për të ndruar më shumë dhe për të arritur më larg. Secili prej nesh mban në zemër figurën e një mësuesi që ka ndikuar në jetën e tij. Një mësues që na ka dhënë dorën kur kemi pasur vështirësi, që na ka inkurajuar kur kemi dyshuar në vetvete dhe që na ka mësuar se dija është pasuria më e madhe që mund ta kemi. Të dashur nxënës, shkolla është vendi ku formohet e ardhmja juaj, është vendi ku lindin ëndrat dhe ku ndërtohen themelet e jetës. Respektoni mësuesit tuaj, sepse ata janë njerëzit që çdo ditë punojnë për të hapur para jush rrugën e dijes dhe suksesit. Të nderuar mësues, shoqëria jonë ju detyrohet shumë. Profesioni juaj është një nga profesionet më fisnike dhe më të rëndësishme, sepse në duart tuaja formohen brezat që do ta ndallëheqin shoqërinë nesër. Prandaj sot, në këtë ditë të shënuar, ju themi nga zemra, faleminderit për përkushtimin tuaj, faleminderit për durimin, faleminderit për dritën e dijes që ndizni çdo ditë në zemrat e nxënësve. Në përmbyllje të aktivitetit për të gjithë mësimdhënësit e pensionuar u ndan mirënjohje, në shenjë respekti dhe falënderimi për kontributin e tyre të çmuar në arsimimin dhe edukimin e brezave ndër vite.